Pesë deputet socialistë të Këshillit të Mandateve kanë propozuar që grupi parlamentar i Partisë Socialiste të rozojë kërkesën e strukturës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar për dhënien e autorizimit për heqjen e lirisë së ish-deputetes dhe ish-ministres së infrastrukturës Belinda Balluku. Ulsi Manja, që prezantoi raportin, argumentoi se precedentët më parshëm tregojnë se për veprat penale si shkelja e barazisë në tendera, hetimet mund të vazhdojnë pa mas sigurie. Rëzimin e kërkesës për ujë posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, për dhënien e autorizimit për arrestimin, heqjen e lirisë deputetes zonjës Belinda Balluku, mosdhënien e këtij autorizimi, pasi nga shqyrtimi i materialeve dhe rrethanave që shoqërojnë kërkesën e për ujë posaçme dhe relacionin përkatës, nuk rezulton të jenë evidentuar domosdoshmëria e vendosjes një mase të tillë në raport me ushtrimin e mandatit parlamentar dhe me funksionimin e institucionit kuvendit. Ai theksoi se dhënia e autorizimit nuk është e justifikuar në këtë rast dhe nuk pengon organin e akuzës të vijojë procesin hetimor. Në asnjë rast nuk e pengon për ujin e posaçme që të vazhdoj hetimet në ngarkim të deputetes Belinda Balluku. Kryeministri Edi Rama mbështeti këtë qëndrim dhe e cilësoi prezumimin e pafajësisë si viktimën më të madhe të reformës në drejtësi. Po t'i vish kuvendit me një proces verbal në një incizimi qesharak, një grua me 2 gra, për legitimuar kërkesë ekstreme, arrest pa gjyq, duke na vënë në pozitë absurde ne, shumicën socialiste, që i kemi dhënë shpirtin betejës për reformën e drejtësisë, po i kemi vënë dispozicion dhe lëkurën drejtësisë pavarur. Bëni ç'keni për të bërë. Ai shtoi se kuvendi nuk duhet të shndrohet në instrument për të dërguar deputet në paraburgim pa prova të forta. Një person hetohet në gjendje të lirë apo një person çohet në burg me votën tonë. Dhe ne të ngrem dorën për të çuar në burg një deputet me këto argumente? Po çajemi bashkautor në krijimin e popullit të paraburgosurve në Shqipëri. Ai komentoi se çështja e Ballukut ndryshon nga rastet e mëparshme të Spakut dhe se për masën e sigurisë duhet të jenë të sigurta të gjitha provat. Dhe kur të vinë për të kërkuar heqjen e lirisë, herë tjetër prokurorët duhet të vinë të armatosur me prova dhe të përgatitur siç erdhën në 2 rastet e mëparshme. Për një rast kishte një provë që s'kishte çfarë thoshe fare, sepse deputeti nuk zbatonte vendimin e gjykatës në mënyrë përsëritur, për një rast tjetër kishin një mal me argumenta. Kryeministri gjithashtu vuri në duke punën e Ballukut si ministre e infrastrukturës, duke theksuar se 40 kantier në të gjithë vendin janë të hapur, që në aktivitetin e saj ka shërbyer për zhvillimin e vendit. Rama interpretoi qëndrimin e socialistëve për Ballukun si mbështetje për reformën e drejtësisë dhe si një provë të qartë se kuvendi mbron prezumimin e pafajësisë dhe funksionimin e drejtësisë së pavarur.